they like one of mine. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Flokët e mi që kam drejtuar vetëm baluket në mëngjes shpejt, që më janë rritur dhe janë bërë për të prerë. Do shikoj pastaj si jeni një herë, si e keni kaluar. Është bërë shumë kohë që s'kam hapur video në fakt, edhe nuk është se kam pasur shumë kohë, tani që po mundohem që të bëj edhe stërvitjen, kështu që duhet të më mirë kuptoni. Po jam atur shumë herë që të hapja me një koment që kishte bërë një Ana, nuk më vjen si kishte emrin, një koment kështu bullizues për edhe Alinën. No, not rush fam. I said that, Alina. Edhe se po e kërkoj atë komentin prap, por që normalisht rregullat bullizuese për komentet janë ule zërin të lutem. Ekzistojnë patjetër në YouTube, kështu që është hequr, por nuk e di domethënë sa keq vjen për këto njerëz. Sidomos nëse është nën vet, po edhe nëse nuk është, vjen shumë keq për prindrit e saj, çfarë njeriu me shpirt skëterr kanë rritur, që arrin të komentoj domethënë për fëmijë. As për të rritur nuk bëhet, po sidomos për fëmijë domethënë, nuk e di. Nëse po më ndjek e dashur, ju marr të keqen të dyve, që i kam si yje, si drita, edhe lutu për shpirtin tënd të zi, të zbardhet pak edhe të hapet pak horizonti I mendjes. Nëse nuk doja ta nisja videon kështu, po pastaj do e harroja nëse nuk do ta nisja. Ndërkohë, nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë, kush e di se çfarë këto kohë, përveç se unë kam humbur edhe pak peshë dhe jam shumë e lumtur. Sidomos kur I dëgjoj të gjithë ma thonë që kam humbur, megjithëse është një rrugtim shumë I gjatë që do akoma më shumë punë, edhe unë nuk është se kam ndjekur 100%, por jam munduar që të bëj më të mirën. Edhe vazhdoj të mos kem craving për ëmbëlsira, për shembull, as më bie ndërmendja fare dhe nuk ndihem fare fryr. Edhe diçka tjetër që kam vënë re është edhe tek syt, se okay, rrath të zinj të syt. Tani unë nuk kam make-up sot, kam vetëm një kështu të buzët, por që se me make-up këto mbulohen. Rrath të zinj të syt kemi të gjithë, por kur zgjohesha në mëngjes, sado që të flija domethënë, zgjohesha dhe kisha si qeska këto poshtë syve, ishin super të fryra, realisht mund të futej kishti komplet këtu, kurse tani është vetëm lëkura, edhe jam e mahnitur. Edhe me këto që flas ju them që se dhe unë thoja që nuk është se ha kaq shumë, si shëndoshem, njëra tjetra, është ushqimi që ne fusim te goja, çdo gjë, asgjë tjetër. Kështu që me vullnet, me vendosmëri, me pak sakrificë edhe arrin gjërat. Unë nuk kam bërë foto tani, kam bërë foto në fillim. Edhe do bëj kur të arrijë një farë humbje të madhe, sepse tani sa kam nisur. Po që prap kur shikoj fotot e mia, domethënë që edhe me rroba normalisht, nuk e di, janë literalisht kam qenë komplet e fryrë edhe në fytyrë, që e kuptoj. Se unë të mësohem nga fytyra përpara, parku, pastaj vazhdoj me kofshët. Por që jam shumë e lumtur, edhe mënyra si ndihem, edhe çdo gjë tjetër, kështu që kjo është update. Por që me gjithë rutinën e stërvitjes jam munduar të alternoj për shembull gatimin ditën kur kam pushim, ose sot që është e diel, edhe është e vështirë, po gjithmonë diçka do lihet më njanë, do lihet më angut, se nuk
bëhet, domethënë që t'jetë rrobat e hekurosura, koshi me rroba poshtë, të kesh gatimin, t'jetë gjithë shtëpia në rregull, është e pamundur. Unë dje kam ndonjur 7 orë fiks duke u marrë me dhomën e Alinës. Okej, kisha shumë punë se duhet hiqja stikerat që kishin qitur zonjushat e krevati parë, të ishte munduar të hiqte vetë, ato ishin bërë skandal. Edhe anash edhe nga pjesa e këmbëve. Por përdora atë cifin e verdh, edhe i hoqi të gjitha, po donte shumë mund edhe forcë që të fërkoheshin, kështu që ajo më mori kohë, edhe i bëm një room makeover qasme me zbukurimet e gjërat e murit që i kam bërë një video në Instagram, pasi ma vendos nëse nuk kam kohë që ta sistemoj dhe ju a kam bërë betë që ti mbajnë dhomat në rregull, se nuk e di. Roeli e mban, por nuk e di pse ishte bërë pas një muaj e ca ishte bërë pakës si romuj, kurse Alina e kemi mbretëreshën e romujës në shtëpi, por që nuk ja dal dot, po them, me të gjitha. Tani kështu që kur të bëj stërvitjen, që nuk dua ta lej as ushqimin, jam munduar ta ndjek, nuk kam ndjekur 100%, po jam munduar deri diku që të ushqem shëndetshëm. Kështu që të jetë gjithmonë diçka e lënë pas dore. Anyway, tani Alena na kam lënë të shofi pak televizor, edhe do i bëj një supermarket haul, që nuk është gjithçka, se kam bërë supermarket gjatë javës edhe bëjmë prap gjatë javës. Edhe kam qitur Alina, kam mbushur me letra këtu, por që sa më morën, domethënë 100 që ai kanë kështu, edhe pse është frigoriferi, nuk është se ka kaq shumë vend për të futur të gjitha gjëra, por bëhen. Nuk e di se si domethënë, si tek qysh, unë do të pidhe një qik kafe që më kanë gjetur nga mëngjesi, edhe ju tregoj çfarë morëm. Tani unë mund ta lej telefonin edhe këtu, sepse andej edhe nuk bie drita mirë, edhe. Njerë të pys këta akulloren, për shembull kam ngrënë një akullore gjatë javës, nga këto që e kam bërë vetë me kaush në shtëpi. Nuk e kam bërë vetë, kam blerë, po domethënë e kuptuat. E kam blerë dhe kaushat. Edhe do e fus në frigorifer që të mos shkrihet. E mora me 3 shije të ndryshme, sepse Alina nuk e ka qef vanilje. Alina për qefin e vet ha akullore me limon, por me limon nuk gjeta aty dhe me limon nuk i ha e gjithë familja, kështu që mora atë të biskotat që i hëngrën rrugës. Alina, se me Alinën shkova atje, çunat më ndihmojnë me qeset kur erdhëm këtu. Edhe ikën që të lozin futboll ose dalin të ecin. Mora këto, që me sa duket i ka formuar Alina se përmbante vetë çantën me gjasme, spinaq, rukola, qepte njoma, dhe sallatën jeshile. Mora këtë të madhe, nuk e kam marrë asnjëherë, po bërë një larje të mirë kjo. Banane, domate. Mora këto kastravecat e vegjël, i ka qepë dhe një Alina, qepë të kuqe, qepët e kuqe dhe qepët e njoma janë për Erionin, se i ka qepë në salatra. Mora hudhra, ka shumë kohë që nuk kam brënë, unë i kam shumë qepë, Erioni ka shumë inat, por të bëjnë shumë mirë të kutin 15 vezë, duke qenë se tani po i konsumoj edhe unë më shumë se. Ne morëm ca gjëra edhe te Marks & Spencer që kishim këtu, kishim një nga qese nga Waitrose, një nga Sainsbury, edhe një nga Hamar, edhe një nga Marks & Spencer. Fokusin e kanë marrë qepët. Mora këto pjesët e pulës, mora edhe ujnë, sepse duhet pirë shumë ujë, që shqyqyr zotit, unë nuk është se i pi me zorë, se gjithmonë ujë kam pirë goxha. Mora këtë detergjentin, sepse Arieli ishte pako shumë e madhe dhe nuk e mbaja dot, po këtë njerëz ishin pushatisur frutat, kur shkova tek Sainsbury, është një Sainsbury madh që kemi afër, edhe ishin pushatisur gjitha frutat, sa unë mora këto gjërat e tjera. Nëse kishim lule shtrydhe në shtëpi, mollë jeshile, nuk mbaj mend çfarë kemi tjetër, dhe mora banane dhe këto mollët.
sepse anyway marrim dhe gjatë javës. Mora këto patate për air fryer që këtu provoj, se kemi marrë gjithmonë të ndryshme. Mora karota, pra dhe këtë kefirin nga Biome, kisha provuar një herë. Nuk është tamam vallë, është më i trash në konsistencë, po më pëlqeu shumë. Edhe do provoj të bëj edhe kos me këtë, megjithse s'ka marrë një vetëm një qumësh, po kam edhe aty. Wraps, tortilla wraps, që mund t'i bëjmë me gjëra të ndryshme. Mora këtë, që është për të pastruar, hekur ekspres, këto makinerit ose dushin, kettle, edhe shumë gjëra dhe duhet bëj për ekspresin, sepse unë i kam patur dhe nuk e di ku janë, kështu që e mora. Ishte 1,65 kjo, edhe është për... pas ka vetëm 3? Pas ka vetëm 3 kështu pustina. Anyway, për ekspresin më duhet më shumë, edhe për hekurin, në fakt, për hekurin do e bëj një herë tjetër se nuk kam kosot. Mora nga këto qeset për sandwich, thotë kjo, por mund të përdoren për snacks të ndryshme. Do t'i marrin me vete të shkolla. Mora 2 djath nga i preferuar jon. Edhe nuk e kuptoj se pse kjo firma e shkret ka gjërat më të lira, po unë kam shumë gjëra që i kam qef nga kjo. Edhe kosin kjo ka shumë të mirë. Mora patate për ndonjë gjell ose ndonjë gjë. Djath për tost, 2 pako, edhe ham për tost, po këto bëhen edhe me këto pitet, me këto wraps që kemi marrë. Kastraveca, nuk merresh me sa gjëra që më kanë, okej, nuk pas kanë bërë shumë tani që shikoj. Mora një kështu që është për bubbles për Elinën, se flokët i përdor Shampoo Johnson gjithmonë, e vetë një që janë banë kaçurelat mirë dhe nuk ka nevojë për zbutës, sepse nuk dua të filloj t'i përdor që tani zbutës edhe kështu produkte për kaçurela, le t'i mbaj sa më natyral tjetër mundur. Një mamë tipike shqiptare. Kështu që i mora këtë me bubbles, se normalisht kam mbaruar, se e hedhin kështu me kova. Këtë djathin, Reli djathin e ha vetëm në tost që shkrihet, nuk e ha në ndonjë formë tjetër, kështu që këtë ndonjëherë e ha, ndonjëherë nuk e ha. Kjo është i shtrenjtë në fakt, se sa janë këto 2-5 copë, po nga ti 3 pound vetëm kjo, më duket. Por është okej, sepse i duhet të haj djathin, po i thash ka proteina, është shumë i mirë dhe shpresoj që ta haj në mëngjeseve ose kurdo. Detergjenti është mora të vogël, po kjo ishte shopping që bëra unë dhe të gjitha kanë bërë. Mora dhe bananet, pastaj një pizza në faturën veç mase i harova. Këto kanë bërë 74. Shkonin diku tek 80 pizza, por me atë me ulljen në kartën nektar që ka Sainsbury, 74. Të Marks & Spencer, që i kishin në rrugës, bukën që kanë shumë të mirë. Edhe ka marrë lëngje frutash, pa të cilat e joni nuk jeton dot. Po tjetë për mua është çuditshme, nga që pi kafen edhe hajde edhe verë, dhe njëherë kështu darkave, edhe nuk e kam fare, do me thënë, okej, po tjetë në një B52 ose kështu, hajde në njëherë të këtu. Ose më pëlqen rose lemonade, që nuk ka shumë gaz dhe nuk ka sheqer, se nuk më pëlqejnë pijet e ambla. Po, Eroni ka qef këto amitat. Mori qumësht, edhe të marrë sweet and smoky chicken wings. Chicken wings që janë të gatshme, besoj që mund të futen në air fryer. Edhe këto patatinat për darkave që unë nuk duhet t'i ha. Bye bye.
duke disa minuta ka dalë ky supermarket hall, po tani do i sistemoj në përvende. Po shikojeni pikturat e Alinës aty në frigorizer. Edhe duhet kam 3 lavatriçe të thara që duhet i palos. Dhe për të hekurosur, nuk do hekuros sepse kemi gjendje për javën të hekurosura. Më duket se kemi edhe uniforma për fëmijët dhe nëse po ashtu mund të bëj gjatë javës pak, sepse është ora tani 3, është e diel edhe jam zgjuar avash, kam ngrënë me avash dhe dua ta mbyll ditën kështu slow. Doja të shkoja deri për dyqane që të shikoja për një dhuratë, për një kushëri që ka ditëlindjen të shtunën. Edhe është kjo mosha 8-9 vjeç që nuk ti ç'a ti marrësh. Për shembull, Lego është opcion shumë i mirë, po jo të gjithë e kanë qef Legon. Rayleigh vdes për shembull, po nuk e di. Ose do shikoj në një gjë online, sepse dhe gjatë javës, nëse iki pas ditëve, plus që shkojmë pak te parku dhe me këto një ditë është noti, edhe me ikën java, kështu që mbase shikoj online. Edhe thjesht do bëj këto gjëra edhe do gatuaj. Jam edhe duke lexuar, harrova t'ju them, jam duke lexuar Ugly Love nga Colleen Hoover. Edhe normalisht që ajo është gjithë librat që shkruan janë fantastik. Do bëj një kafe tjetër njerë, se që nga ora 3, dhe nga që jam zgjuar me ngadalë me Terezi, jam ngritur nga krevati, se jam zgjuar që me mëngjes, se zgjohem këta, po tani do bëj një ekspres, në mëngjes kisha bërë një të madhe turke, kështu që do bëj një kafe ekspres, por ti sistemoj këto, edhe të bëj mishin e grirë për makaronat. Bukuroshe! Hi guys, I was just expecting, so I just had a shower and I put some music on and I done my hair. I put some music on while I done my hair. Make sure to hit the subscribe button and the like button and the bell. And then Brick, I think he's out the bath, but last time when he was in the bath, he made loads of noise that you guys couldn't hear me. And I just wanted to say, this is my normal hairstyle, and this is my normal hairstyle too. I don't know which one is which, I can't choose, because all of them are good. But I guess I'm going to keep my hair like this until the morning, because the morning's going to be all like this. And I'm already going to be ready. I might not just keep it like this, but yeah. This is my hair without the hair tie. Do you like it more like that? Because I just had a shower and my hair is long. Do you like it more like that? I don't know. So you guys have to help me pick out which one's more better. This hairstyle or that hairstyle that I just had. Help me figure it out. And I just made this for one of you guys, and the winner that subscribed to my videos is everybody. So I'm going to make each one of you one of these bracelets or a different color. The colors you like, because you guys told me the colors. And it's actually very easy. All you have to do is do the S-clip. S-clip is actually very easy for me, but it might be hard for you. Have you ever made one of these bracelets before? After, I'm going to show you how to do it, but not just in this video, in another video. Comment down below if I should keep my hair like this. What do you think? Or let me show you on a
example for this one. Because this one's actually... Let me just put this here. Imagining my hair was first like this. Yeah, right? And then you turned it like here. You guys know what I'm doing. Sorry, that just one blink. And like, you do this. One go shut. And you know, guys, I love doing these with you guys. This is my afternoon routine when I have a shower. Because you guys won't want to like and subscribe, but I'm going to ask Mommy to post this on YouTube so I can actually be a YouTuber. I am actually, but I just want to prank her. But I'm going to do it tomorrow because today I'm dead tired. And I was planning to do my nails in the afternoon because I haven't done them for a week. And I chose my hairstyle and you guys chose it. You said, I'm going to do this hairstyle. Now I have to do it again because it's already ruined. My real name is Alina. And that's how sleepy I am. Dead tired, I'm about to fall asleep. Literally. Because of Roel today. He's actually been playing football with Daddy. He's gone out. Even me and my mum, his besties are besties. And this is the song I really like. If the world is ending, I want to be next to you. I'm assuming. Actually, this video is going to be like 1 hour or something. Because we only have about 5 minutes to sleep. So we need to hurry up with this video. I actually do like these stuff. Because I hold the camera like this in my hand, so tiring. And when I stand up, it feels weird. I love my life. I'm wonderful. I am beautiful. I am me. I love my life. God, I'm just heading on my bed. And I'm dead tired right now. This right here, I have a mask. I'm going to put it on. You guys just have to wait till I reveal. Until I reveal it. I'm going to close it, and then when I put my mask on, I'm going to give it back to you. And this is the reveal. Do you like it or not? I do not like it, because every time I do this stuff, I'm like, brother, where are you? Brother, where are you? Every hide and seek game.